Drejtori i ri i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, zhvilloi takimin e parë me partnerët ndërkombëtar me delegacionin nga Qendra për Krimin e Organizuar dhe Krimet e Rënda në Europol. Delegacioni kryesohej nga Andy Krag, drejtuesi i Qendrës kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda në Europol, i shoqëruar nga shefi i njësisë në projektin analitik HROCG, grupet kriminale me rrezikshmëri të lartë, si dhe nga zëvendës drejtuesi i njësisë në këtë projekt. Gjatë takimit, Hita dhe Krag vlerësuan marrëdhëniet e mira mes Policisë së Shtetit dhe Europolit, duke theksuar rëndësinë e forcimit të mëtejshëm të bashkëpunimit. Hita siguroi përfaqësuesit e delegacionit për angazhimin dhe vendosmërinë e tij dhe të Policisë së Shtetit për thellimin e mëtejshëm të këtij bashkëpunimi. Ai theksoi se vetëm nëpërmjet bashkëveprimit të ngushtë dhe pa bariera mund të arrihen rezultate konkrete në luftën kundër krimit të organizuar. Nga ana e tij, Krag uroi drejtorin e përgjithshëm për detyrën dhe garantoi mbështetje të pakushtzuar nga Europol për Policinë e Shtetit në drejtim të shkëmbimit të informacionit për goditjen e krimit të organizuar, krimeve në fushën e narkotikëve, kontrabandimit e emigrantëve dhe krimeve kibernetike, duke zhvilluar hetime proaktive dhe operacione të përbashkëta me Europolin dhe vendet anëtare të tij. Gjithashtu, në fokus të diskutimeve ishte rëndësia e implementimit të strategjisë së re të Policisë së Shtetit kundër krimit të organizuar 2026-2028, si dhe projekti analitik HROCG, i cili përfshin identifikimin, profilizimin dhe ndjekjen e grupeve kriminale më të rrezikshme në nivel ndërkombëtar, analizën e rrjeteve kriminale, shkëmbimin e inteligjencës, si dhe koordinimin e operacioneve të përbashkëta për goditjen e tyre. Ky projekt synon rritjen e kapaciteteve hetimore dhe operacionale, si dhe ndërhyrjen e sinkronizuar ndaj aktiviteteve kriminale ndërkufitare.